U kthyem në studio për të diskutuar për një çështje e cila është mjaft aktuale në vendin tonë, siç është rritimi i rrymës, ku grupi Asnjë Cent më shumë sot ka dorëzuar zyrtarisht padi kundër zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike në lidhje me vendimin e fundit për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Për të folur për këtë çështje rreth dorëzimit të padis, kam të ftuar aktivistin Ismet Krasniqi. Zoti Krasniqi, faleminderit shumë që erdhën në Info. Faleminderit për ftesën. Sot ju pra keni dorëzuar kallëzim penal për zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike. A mendoni se do të pritet mirë nga ana e qytetarëve kjo padie dhe a do të ketë sukses të pezullimit të kësaj padie? Të kësaj vendimi, më falni. Po, unë besoj që do të pritet mjaft mirë prej qytetarëve, për shkak se vetë kërkesa e qytetarëve ka qenë që ne të protestojmë dhe ta kundërshtojmë këtë vendim me çdo formë të mundshme. Ne ashtu siç kemi paralajmëruar gjatë gjithë kohës, sot kemi dorëzuar padin kundër vendimit të ZRR-s dhe jemi përpjekur në maksimum të shpjegojmë arsyet tona sepse mendojmë që ky vendim është i paligjshëm, duke cekur një sër shkeljesh procedurash administrative, e gjithashtu e kemi vlerësuar që është edhe diskriminues për brenda vetë teritorit të Republikës Kosovës. Pra unë mendoj që duhet të pritej mirë tek qytetarët, për shkak se kjo është në interes të gjithë vendit, jo ndonjë individi apo grupi të caktuar, prandaj edhe besojmë që do të pritet mirë dhe besa kemi shpresa që edhe gjykata do ta ketë të lehtë të merr vendim në këtë rast, për shkak se siç e thëka edhe më parë jemi munduar në maksimum që të shpjegojmë në detaje sepse mendojmë që ky vendim është i padrejtë për qytetarët e Republikës Kosovës, duke e cekur se kemi aty të bëjmë edhe me shkelje të drejtave dhe të lirive të njerëzit, e duke e cekur gjithashtu mos transparencën në të gjithë procesin derisa është marrë ky vendim. Kemi pa që ka dalë edhe lajmi se pjesa veriore e Kosovës nuk është e kyçur në këto rritje të energjisë elektrike, të cilat neve që nga një maj pra do të fillojmë të paguajmë me tarifën 16.1%. Po, e kemi përcjellur me vëmendje edhe këtë lajm, edhe mu këtu ka qenë edhe një nga arsyet të cilat e cejka edhe më herët që ndihemi të diskriminuar, për shkak se nëse funksionojmë si një vend normal në tërësi ku sovraniteti dhe ligjshmëria është e shtrirë në të gjithë territorin e Republikës Kosovës, pra nëse po themi që ne kemi të gjithë territorin në kontroll, ne nuk jemi që të ketë ta bëj qartë për opinionin publik, ne nuk jemi që të ketë ngritje të energjisë elektrike fare dhe do ta kundërshtojmë deri në fund me çdo formë dhe mjet të mundshëm demokratik. Por nëse ka duhet kishte për gjithë Republikën e Kosovës, për shkak se nuk mund të themi që ose nuk mund vim në pushtet me idenë që do të krijojmë barazi sociale e ekonomike në të njëjtën kohë ta shkaktosh këtë vetë. Është e palegjikshme, pa pranueshme. Nga po furnizohen ajo pjesë e Kosovës? Ne kemi parë një arsyetim që nuk i prek kjo ngritje për shkak të një marrëveshje në Bruksel, por gjithsesi unë mendoj që ka hapësirë edhe për komente, edhe për dyshime, besa se nëse furnizohemi nga elektroserveri i njëjtë ose sido që të jetë situata, prap pjesa veriore është territori i Republikës Kosovës dhe në parim të barazisë, le të themi, nuk është e logjikshme që të ketë ngritje për një pjesë të territorit të Republikës Kosovës, kurse për një tjetër jo, sepse në thelb kjo përbën pabarazi sociale dhe diskriminim pozitiv për komunat veriore në rastin tonë. Mirë po, neve kemi pa që në teren me njëherë kanë filluar shtrejtimet e produkteve esenciale të jetesës, madje edhe një kafe po flitet se është bërë 2 euro në për disa vendet të saktuara të Kosovës, pra si e shihni juve, a do të kemi edhe me tutje kësi lloj temi penalizime për shkak se edhe bizneset janë të detyruar që të rrisin çmimin për shkak të kostove të cilat ju vijnë edhe atyre. Fatkeqësisht kjo është më së vërtetë, ne qysh kur I kemi thirrur ato protestat, e kemi cekur që me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike nuk po ngritet vetëm çmimi I rrymës, pra nuk do të paguajmë më shtrejt vetëm për çmimin e energjisë elektrike, por edhe të gjitha pothuajse produkte tjera bazë ushqimore ose edhe këto të përditshme që mund të jenë luksi, le të themi si kafja apo produktet e tjera që ne konsumojmë gjatë ditës. Ne jemi munduar të argumentojmë para opinionit publik që këto ngritje do të jenë të papërballueshëm për qytetarët e Kosovës, sepse nuk e ka pas vetë logjika që të kemi çmime si në vendet e Evropës, kurse ne të funksionojmë me pagat e Kosovës, për shkak se është një diskrepancë e madhe mes tyre. Ne gjithashtu po harrojmë edhe një fakt shumë të rëndësishëm që ngritja e çmimeve të produkteve të tjera, por edhe e rrymës mund të shkaktoj pakënaqësi dhe vështirësi tek familjet që kanë një ekonomi mesatarisht mirë ose shumë të mirë, por imagjinoni çfarë ju ndodh atyre familjeve që mezi çelin muajin.
Gjithashtu, krahas kësaj, edhe po të ketë anulim të vendimit në rastin tonë më të mirë të mundshëm që do të ishim të kënaqur, ne jemi dëshmitar se çmimet kur ngritën një herë ato nuk kthehen pra siç kanë qenë. Andaj, unë do t'i kisha lutur shumicisht bizneset, ashtu siç kemi qenë krah për krah në protestat tona, edhe ngritjen e çmimeve nëse bëjnë, le të bëjnë krahas ngritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe me një kontroll ndoshta aq sot kanë mundësi në mënyrë që mos të rëndohet edhe jeta e qytetarit akoma më shumë dhe mos të ketë ndonjë keqpërdorim aty këtu me ngritje çmimeve ose të abuzojnë në këtë rast me ngritjen e çmimeve. Fatkeqësisht unë kam parë kohëve të fundit edhe bukt 80 cent, edhe macchiato 2 euro, edhe espresso 1 euro e 30 cent, pra për një moment me të vërtet po mendoja se a jam duke i parë këto çmime në Kosovë apo në një nga vendet e Bashkimit Evropian, sepse nuk ishte e logjikshme për mua të shoh këto çmime në vendin ku po jetoj. Në vërtet një çmimet goxha të larta krahasuar me pagat të cilat ne vazhdojmë i marr aktualisht. Shikoni, unë vet jam i punësuar dhe ka kohë që punoj, nuk është se kam ndonjë pagë pak mbi mesatare dhe shoh se sa problematike kam edhe vet ja dal muajit. Por imagjinoni ata që funksionojnë me pagën minimale në Kosovë, nëse paguan le të themi 70 euro, 100 euro çmim të energjisë elektrike, ku më pas produktet e tjera ushqimore. Me të vërtetë është e çuditshme edhe si po mund t'ja dalim edhe si vend edhe si shoqëri, sepse në pikpamjen time për momentin nuk jemi duke jetuar, jemi duke mbijetuar me këto çmime dhe me të gjitha këto ngritje që po e prekin vendin tonë. Po dhe askush nuk na siguron se nuk do të kemi rritje të tjera në dimër. Akoma më e frikshme është pjesa që vjen pas kësaj, por kush na siguron ne që nuk do të ketë fillimisht edhe vetë ngritje të çmimit të energjisë elektrike prap. Ne si rol herë jemi në ndër vendet e pakta ose nuk e di, ndoshta jemi rasti vetëm ku brenda 3-4 viteve ngritet çmimi i energjisë elektrike për 3 herë. Prandaj ne qysh nga fillimi në protestat tona kemi kërkuar që bordi i ZRS madje të shkarkohet fare ose të thirrët në komision parlamentar. Por fatkeqësisht nuk po mund ta vazhdojmë protestën për shkak se nuk kemi ende konstituim të kuvendit. Unë i falenderoj qytetarët për pjesëmarrjen e tyre dhe për përkrahjen që na kanë dhënë në 3 protestat që kemi pasur javë pas jave. E kemi pasur në plan të 4-tën, e kemi ende, e di që shumë ndoshta me mira qytetarë na kanë kontaktuar gjatë këtyre ditëve çfarë ndodhi me protestat, pse po i lëm. Unë thjesht dua të pasaroj edhe opinionin publik, por edhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që bëjmë dije se këto protesta nuk janë ndalur, thjesht na duhet që t'i adresojmë diku. Për momentin fatkeqësisht nuk kemi ku t'i adresojmë për shkak se institucionet tona fatkeqësisht nuk janë duke funksionuar. Mi pas sot rikasni që kjo puna institucionet e vendit mund të shtyhet goxha gjatë, ashtu që edhe po shihet se kemi çdo shtanca ka 4 detetor, madje edhe po flitet që të shkojmë edhe në zgjedhjet e ardhshme, gjë që do të shkonte goxha shumë muaj. Prandaj ne kemi përdorur edhe padin si mjet krahas këtyre protestave, për shkak se nëse padia arrin të jetë e suksesshme, qoftë edhe në pezullimin e përkohshëm të vendimit dhe të fillojen e tij, ndoshta do të ishte më mirë se sa mos të ketë asnjë reagim fare. Ne si një iniciativë asnjë cent më shumë e kemi filluar duke kundërshtuar çmimin e energjisë elektrike, por nuk përjashtoj mundësi të reagojmë edhe për dukuri tjera negative që po ndodhin këtë vend, për shkak se shoqëria civile ka për detyrë të reagojë me forma demokratike sa herë që të jetë nevoja. Kështu që ne do të presim ndoshta me shpresën që konstituimi i kuvendit ndodh brenda kësaj jave dhe të mendojmë për hapa tutje. Edhe ne shpresojmë ashtu, ne besoj që i ke pa lajme se kemi dalë në indeksin e fundit, pra jeni në vitin në vendin, në 99 krahas 180 vendeve të cilat janë ato një numër goxha poshtë në renditje, pra duke ditur se tashmë kemi kaluar shumë revolucione si vend. Pra, ju keni qenë çdo herë krahas gazetarëve, edhe atëherë kur kemi pa që zyra e regulatorit ka tentuar që t'i qes ata nga zyret, që mos të filmohet pjesa ku ata donin të japnin sqarimet para gazetarëve, por jo para kamerave. Para mendoni ata vetë në proces e kanë që duhet të jenë transparent dhe llogaridhënës, në të njëjtën kohë kërkonin që të quheshin kamerat, është totale pa kuptim përbes për mu si një i rinj këtë vend që menon me jetu edhe me zhvillu jetën. Këtu është për keqardhi kur e shoh që liria e shtypit edhe medjave përfundon në vendin e 99 krahas 180 shteteve. Unë e di se kemi qenë shumë më mirë, por fatkeqësisht gjatë këtyre viteve kemi parë
është por qarta zi edhe ne si opinion publik edhe si qytetar thjesht e kemi por që nuk është liria që ka qenë dikur pavarësisht se proklamuej gjithmonë si e tillë. Ne ma gjeshim dëshmitarë edhe sot e pam kur një gazetar po tenton të merrte një mendim nga kryeministri i vendit tonë ose kryeministri në detyrë ose deputeti sepse përbes nuk e kam qartë asun se cilin pozicion është duke mbajtur për momentin, por gjithsesi pam edhe vetë mbrojtjen afër duke reaguar dhe duke goditur mikrofonin 2 herë gazetarit përbes këto pamje nuk i takojnë vendeve demokratike si që jemi ne shteti i Kosovës. Prandaj unë përshfrytëzoj rastin edhe një herë sepse kur nuk më duket e mjaftueshme t'i falenderoj gjithë gazetarët në vendin tonë për punën që ata e bëjnë, për lajmet që na e sjellin sepse nuk është as pak e lehtë të jesh gazetar ditëve të sotme. E gjithashtu faleminderit edhe për përkrojën edhe për hapësirën mediale që na jepni që ne të flasim për këto probleme dhe të adresojmë problemet që për momentin po ballafaqohemi si vend. Zotëri Krasniqi, po edhe juve si aktivist, sa është e vështirë me qenë aktivist në Kosovë? A pengohet shpeshherë aktivistat në punën e tyre dhe në jehonën të cilët ata dojnë me arrit tek një qëllim caktuar? Përveç këtu nuk duat në mbaj anë partijake e as mos të keq kuptohem nga opinioni publik. Unë ndoshta e miri me mosh, por kam organizuar edhe protesta tjera, për shembull kundër ngacmimeve seksuale kur kam qenë gjimnaz, por edhe protesta për cilësinë e arsim dhe gjithmonë të kaluame ndoshta e kam pas më të lehtë dhe më di akoma më i sigurt edhe më i shpreh këto pakënaqësi. Ndërsa me protestën që kemi organizuar kundër ngritjes çmimit të energjisë elektrike, fatkeqësisht ne kemi pasur sulme nga aktorët pushtetit edhe me emra individual edhe drejtuar organizatës tonë për çështje të cilat nuk kanë qenë fare të vërteta. Pra, është tetë shqetësuese se si pushteti tenton ta ndalë zërin e qytetarit, veç pse është në pushtet. Pra, kjo është përveç që është problematike, është e dëmshme edhe për vetë demokracinë, për shkak se ai mjafton të hedhë një akuzë drejtuar juve dhe ju mandej duhet të merrni me sqarimin e akuzës. Pra, ai ju merr një pjesë të kohës juve, ju një los besa, sepse mjafton që ai të hedhë një postim edhe ose ta bëj çështje mediale dhe ju duhet gjithmonë të arsyetoni se nuk qëndron ashtu. Në anën tjetër kauza dal ngadalë shkon duke u shuar për shkak se ti nuk mund ta kesh hapësirën më të njëjtë ose të mjaftueshme për të sqaruar kauzën, sepse duhet të arsyetohesh një kallëzim penal të rrem ose çfarë do forme tjetër që ata zgjedhin. Aty është edhe qëllimi. Aty është edhe vetë qëllimi, por në të kaluameni nuk kemi pasur sulme të tilla. Gjithmonë ka qenë zëri qytetarëve aktiv. Gjatë viteve të fundit fatkeqësisht ne kemi qenë pak edhe si shoqëri në xhëm duke përfshirë edhe vetën këtu për shkak se e kemi pas një qeveri me 51% edhe ndoshta pak ka ndikuar edhe në vetë besimin e qytetarëve se a kemi forcën që të protestojmë kundër një qeverie që momentalisht ka 51%, por unë mendoj se kemi gjetë guximin dhe kurajën ta kundërshtojmë secilin pushtet, mos harrojmë që vendi si Kosova dhe studentët kaluamën kanë protestuar edhe kundër regjimeve siç ka qenë ajo e Serbisë në atë kohë e lërë më që të na shuajnë zërin tash kur jetojmë në demokraci. Nuk krahasohet fare, as nuk dua të tërheq paralele mes regjimit të atërshëm ku ta diun, por po them që kultura e popullit kosovar është që të protestoj dhe të kundërshtoj të gjitha vendimet që mund të jenë në dëm të qytetarëve në përgjithësi, sepse ne as nuk jemi parti politike, as nuk tentojmë të jemi, as nuk përkrahim ndonjë parti politike kështu hapta. Dhe që shpeshherë janë munduar të njollosin. Mua aty ka qenë qëllimi, për shkak se fatkeqësisht është krijuar një logjik në shoqërinë kosovare që nëse nuk jemi pushtetin këtë rast, ju jeni qoftë argati Serbisë, qoftë shpioni tyre, unë kam pranuar komente ku keni qenë ju, kur është privatizuar keci. Unë kam lindur pas vitit 2000, pra jam gjenerat e re dhe nuk kam pasur se kujt jam përveç se në bankat shkollore dhe prandaj ndoshta nuk kam pasur as mundësi, as dijenin e mjaftueshme që të reagoj. Tash që kam, le të themi, një urit bazike, me që kam një bachelor, mundohem sa do pak që ta ngri zërin për çështje të cilat unë mendoj që duhet të kundërshtohen, kur kanë përkroje publike, kur nuk kanë, ne vazhdojmë jetën, sepse tek e fundit kjo është demokracia. Zotëri Krasniqi, unë uroj që të kemi sa më shumë të ri, që janë të zotë dhe dalin përballë të gjitha sfidave që ata ballafaqohen jetë dhe përkundër moshës, nuk do të gjykuar asnjëherë dikush që e ka një iniciativë të caktuar. Faleminderit shumë.
Unë falemderit shumë që erdhe në Infode edhe që jeni çdo herë të gatshëm që të na njoftoni për më të rejat që juve si aktivistë ndërmarrni. Falemderit shumë edhe juve për krojën. Të ndëruar shikues, ne do kthehemi përsëri në studio.